Ne duhet më ul pak me vetveten, me këshyrë që të moshën tonë, ku jemi me mosh, ku është mosha, sa vite na kanë shku, qysh i kena kalu ato vite, nuk e dim edhe sa vite i kem, qa mundu me ndryshu. Njani kishtë thonë shumë perfekt. Kishtë thonë, nuk po mërzitna për vitet që më kanë shku këtë, se jenë shku ato, të edhe më tranu mos këthehen, po më ka rogalja që nëse vazhdoj që shto dhe këto tjerat kanë më shku këtë që po vinë, këto që shkun këtë këto, dhe më thonë. Po gajlin e kam që nëse vazhdoj që shto me të njëtin ritëm, me të njëtin logjik, kam i hupe dhe vitet e ardhshme. Dhe më thonë, ndrimin e moteve, ishdash që tu me tentu, jo me i nal vitet, s'nalen, me tentu me nru stilin e jetës, me tentu me nru mënyren që shfrytëzojmë na ymrin, jetën, sepse që ky ndryshimi e bën dallimin tani në vitet që do të vinë. Këto që kanë shku, s'kthehen më. Hallin e kena krejt për ato që do të vinë, sepse nëse vazhdojmë me të njëjtin kurs, kanë me shku edhe ato hoq. Nëse dikush nuk u fal, po supozojna, çka ka po, s'u fal kur, edhe ai tash mund më ul me thonë, si jam fal kur be Allahu ma falte. Këtë në rregull si e faljen shku ato. Nëse s'merr vendim mu fal tash, kanë me shku edhe këto tjerat pa falje, kupton? Domethënë, ideja është që ti duhet me i qelë syt në fund vitit me pa vitet që të kanë shku, sado që janë kanë me peripeti dhe me telashe, me lëshime, me vendime të gabume, i bjen që rreziku është nëse s'permison diçka, me të shku të njëjtë edhe këto që do të vinë, e Zoti na rujt një ditë me dalë para Zotit edhe me çu poshtë ymrin ose shansin që Zoti ta ka dhënë në këtë botë.